Kur është mosha e pubertetit? Ndryshon nga një njeri tek tjetri. Por gjithsesi shenjat treguese që njeriu e ka arrit moshën e pubertetit është për shembull tek djemt trashet zëri. Ndër shenjat është dalja e shimeve në pjesët intime, ndodhja e ejakulimit, tek femrat ardhja e periodave. Pra këto janë shenja që tregojnë se njeriu e ka arrit moshën e pubertetit dhe i bëhet obligim agjërimi i Ramazanit. Obligohet pra që ta agjeroj muajin e Ramazanit, po ashtu obligohet që me fal namazin. Patjetër, namazin këshillohet që ta fal edhe para kësaj, para se të arrijë moshën e pubertetit. Qysh në moshën 7 vjeçare, pra fillon të falet. Dhe normal, unë e këshilloj çdo njërin që të stërvitet me agjerim, edhe nëse nuk e ka arrit moshën e pubertetit, pra të agjeroj, të mësohet me agjerimin. Pse? Sepse ka shpërblim të madh, por mësohesh dhe e ke tepër të lehtë kur të bëhet obligim. Allahu ju rujt.